Kemi gatëru autobus, do me thënë, ikëm nga ditëlindja, por ma mirë për të marrë taksi zgjetëm, morëm autobusin, sa na erdhi më shpejt. Edhe kështu që na ka sjell jashtë qytetit, sepse ky ishte autobus që kthehesh, edhe kemi ngel me filenadën këtu me shoqën, e ladhumën. Nuk di shqip kjo, dhe kseri albanika. Edhe jemi me kalamajat, kemi ngel në mes rrugës, po presim që të karikohet autobusi tash. Do me thënë nga atje ku ishim, deri ke shtëpia ishim 10 minuta. Tani jemi gjysore. 40 minuta fare. Shikoni që këtu jemi ke stacioni madh i autobusave. Ne. Edhe jemi këtej, do me thënë, ja, shikoni sa larg jemi. Këtu lart kemi autostradën, po nuk duket, edhe kalamajat, mos dit. Edhe jemi këtu pa presim që të karikohet autobusi. Autobusi po karikohet do 20 minuta. Përshëndetje, zemrat e bukura, mirë se erdhe. Mbrëm, si që pat video, do me thënë, e mbrëm shpja është gallat fare, për t'ju tregu që ishim në ditëlindje në shokët Adrianës, por unë bashkë me një shoqen time, ajo është me origjinë gjorgjane, edhe kështu që hypim në autobus, po ngatrojmë stacionet, sepse pjesa e stacioneve duke qenë shumë afër, dhe ne ngatëruam krahun, do me thënë, do të kishim hypur nga krau tjetër, hypëm nga krau që të na zbriste poshtë, dhe unë gjithmonë me mendjen, sepse me makinë ka rrugë që kthen djathtas, si zhvinte autobusi, por autobusi e kishte stacionin në Terma. Terma, do me thënë aty ku merr kthesën dhe bën pushim në fund fare dhe është i jashtë qytetit. 20 minuta, do me thënë nga 10 minuta që e kam këtu lart, kam dalë në autostradë, do me thënë e pjesën më të madhe të qytetit, i kam jashtë. Ka qenë një gallat, po le që na kapi një qeshme. Kalamajt u kënaqën bashkë, sepse Adriana me djalin e saj shkojnë shumë në shkollë. Dhe mbarua, po s'kishim as vend për të marrë një kafe, sepse atje s'ka, atje nuk ka, atje është një platish shumë e madhe, vetëm për autobuza, dhe imagjinoni vetëm autobusi jonë ishte që do kthehej. Edhe një tjetër që sapo erdhi. Supermarketet mbyllur, si ishte një orar që nuk lëvizte njeri. Nejse, kaq, tani do bëjmë gati, sepse do dalë me Elsën. Okej, atëherë, ja bërë gati, është ky fund pantallona. Trike nuk e hoqa, flokët do i rregulloj pak, se ja bërë hakaret prap mbrëm, nga që u bë me tjerës atje, edhe mbrëm, kur ka marrë vetëm trupit i kam bërë banjo. Se bëra para se tikshim, edhe dola dhe me kokë të butë. Ky është pantallona poshtë, do vesh me çizme të gjata, e gunën kështu, sepse sot fryner, vesh me çorape bordeaux. Edhe ta kthejmë një kapin e Mikelit. Do bëjmë kapin shpejt, sepse do shkojmë në qendër tregtare. Edhe harrova ta vesh. E kot se këtë do ta heq në fakt, po me duhet të vendos këtë jelekun. Këte kisha, këte kisha kur qova Adrianën, wow, mos thyje kapsja, varsja rrobeve. Edhe dua që të blej dhe varse, po i kam lënë, jo se i kam lënë mazdore, po kam një program për tek shtëpia e re për këto, dhe prandaj po i lej kështu. Sepse duhet i kisha bler, disa varse më kanë filluar më prish. Edhe prandaj nuk kam dash që të blej gjëra kështu që janë, do me thënë, pak më të rëndësishme për shtëpi, për arsye sepse dua që t'i blej tek shtëpia tjetër, po besoj se varse do blej se më duhen. Okej, të bëjmë kapin edhe ikim, marrim Elsën. Dhe voila! U bëra gati, ja kalova Elsën sot, jam bërë shumë shpejt, sa jo bëhet shpejt. Edhe ja dhe çizmet. Gesit, në fakt nuk doja ato se kërcasin me taka atje dhe prandaj nuk i doja dhe i kam shumë të rehatshme këto. Edhe bukur besoj, hajde, se do pim edhe atje një kafe. Edhe Mikeli imi dashur, këtu. Këto 2 cullufet, këtu dhe ti kapja njërë, se i shoja 2 cullufe këtu, se unë kam qik ballin e madh. Në fakt më shkojnë edhe kështu, po duan pak atë qiriun, gjelin, gjitha, me që jemi me vones, se mu desh dile që në 8. Edhe deri tani t'imagjinosh të më vetëm të zhvishu.
nejse. Krevatet shqyqur zotit ngrije me herë dhe pa mi rregulloj gjitha divanet, i kam super. Edhe shkojmë tani t'i thresim shoqes. Qa numri edhe? Te pesa, te njishi? Hypëm në ashensor, edhe po ikim pim kafen. Në përshëndetit që Mirëmëngjes, ne sa ti ke virus. Sa bukur i kanë vënë ato dhuratat aty? Shineqë, ku shkojmë në pushime, po t'i shtonë, po kur e bëjmë brauna, shumë e edhe u brauna, kam, edhe kam ka vikë, dhe shënë Jo, shumë bukur. Shikoj qikat e ti që ke marrë pa, sa digje more? Pa sa digje. Ne spim duhan, kështu që e heqim këte. Marim qik biskotat me yje. Wow. Që është qik Lina dhe? Po nuk talë bukur. Hajde t'na bëj mirë. Ja kështu pëlqen më ku përzihet kjo me këtë kafen. Hajde gëzuar. E pisis, atëherë i bëm shopping edhe Elsa mori qizme. Unë mora këpuc për Fatmirin, kështu që i morëm lirë fare. Atëherë zbritëm poshtë për të marrë në gjë për të ngrenë, po këtu ka shumë gjëra të mira, po nuk duam të ham kështu se duam të mbajmë dietë. Kemi marrë bugaçe të ëmbël, me thëmë me krem. Këtu kemi piruna luk, unë do marrë pirun për Elsën, dhe këtu, se për në ëmbël sirë zonja e dashur. Edhe do ju tregoj që morëm të pitën arabe të mbushur me pull. Ja dhe bugaça e ëmbël këtu. Tavolina këtu që ka qik me frime moj. Erdhem në shtëpi, edhe do ju tregoj qike këte dhuratën. Neza pak dritën, por t'ju tregu edhe këpucët. Atëherë, unë kam marrë qyshparë, nuk kam marrë tanin, t'ju them të drejtën, kisha lënë dhe qese me këpucë këtu, por mu deshet vendosja fasule sot, kisha vendosë që në ujtë ngrohtë mbre. Por që duen që t'i zija dhe do ju tregoj, do me thënë që kam bërë një tenxhere me fasule, tenxhere të vogël e kam bërë për vete, sepse më solli shoqja Elsa, më solli një qese me pastërma nga Shqipëria, që i bëjnë vetë, do me thënë, nga Korça, se ajo është nga Korça. Ajo nga Korça, unë nga Shqipëria mesme, unë nga Elbasani, imagjinoni tani, mund të ketë momente që edhe si kuptojmë disa fjalë njëra tjetrës, por kuptojmë duke qesh, duke fol vetëm me sy. Do ju tregoja që kam bërë këtë tenxherën e vogël, e kam bërë për vete, po e di që do hedhe Fatmiri, po ai nuk e do shumë pastërma tek fasulet, e do fasulet siç e kanë ngrënë më përpara në Shqipëri, as karrot, do me thënë vetëm qep, edhe që të skuqet dhe veç me qep me salcë. Unë gjitha këto i kam bërë dhe tenxhere për burrin. Kam bërë, po tani do të bëj, se kam bërë pak fare kima, për të bërë lakër të mbushur, dhe jam shumë e sigurt që lakra e mbushur me fasulet është super e shishme. Mrekulli. Atëherë, filloj me këpucët e burrit që më pëlqyen shumë. Në fakt, unë për këto këpucët kërkova më tepër, për çfarë i kërkova, ka 2 zinxhira, sepse nga që mbanë shpeshherë çdo ditë këpucët e punës janë me hekër në poshtë, me disa thuma, do me thënë, sepse atje ku shkel ai tek hekrat janë për të mos vrarë këmbët, dhe nuk është që janë të lira dhe jo shumë të shtrenjta, por janë mirë që të mbrojnë këmbën. Nuk është se na intereson çmimi atyre këpucëve, sepse ja vlen. Unë nga momenti që i kapa, ishin këpucë që ishin shumë të lehta. Dua që ai kur të veshi të ketë këpucë të mira si material, edhe të lehta. Unë nga që kam vite, shumë vite, në fakt ne e kemi edhe në gen, pse e kemi ne, gjyshim ka qenë marrë në kohën e Xhaxhenverit me tregti. Për shembull ka pas dyqane në fshat, që është fshat i bukur Rajca, që është mbrojtur nga UNESCO, rranjët e mia janë andej, dhe jam shumë krenare, do me thënë kënaqem, kur isha e vogël, jo kur isha vogël,
Edhe adoleshente, shkoja shpesh, kur vinte borë, kur kalon taj treni, do me thënë që sot për gjithë është ëndër që mund të shkoj në Zvicër e kudo, kurse mua tani kur e kujtoj, duket sikur atje ka qenë një Zvicër e vogël, por që askush nuk e ka ditë, me thënë nuk e kemi ditë vlerën vendit aq shumë. Dhe sot që neve udhtojmë, na duket sikur wow. Pra, unë në Zvicër nuk kam qenë, po që kam parë këtu në internet, do me thënë, që ka dhënë më përpara në kanale televizive. Edhe kalon të treni, ajo bore bardh, kalon të treni, unë shkoja aq qef kisha të shkoj së mos pushimet e vitit të ri, sepse atëherë binte borë, se unë shkoja çdo verë, po në verë nuk binte borë. Ja, edhe njerëzit që dilnin në dritaret tek treni, edhe fëmijët, edhe njerëzit do me thënë e bënin kështu me dorë, pat njoft fare. Buzët e mia janë bërë me 2 ngjyra, do me thënë tani po shikoja, sepse nga që hangra dhe bukë, dhe ky këtu është kalem. E na ka nik shtrema, nejse, shumë mirë janë, hajt. Sepse do më duhet që ta laj mirë, do me thënë, fytyrën me xhel. Unë në xhelin këtu nuk e kam, se unë i mbaj në banjo. Shikoj një herë. Jo, nuk e kam. Më duhet se s'bën të merrem me organizuesin. Ky organizuesi këtu që kam për make-up-e, më ka një defekt, nuk e di, është thyer diçka nga poshtë dhe nuk e bën me atë rrotullimin e bukur dhe ngec. Dhe unë se kam parë fare, domethënë ka një 2-3 ditë. Okej. Po ju thoja për kpucët, ja dhe kpucët, këto. Kur shkuam në Tamio për të paguar, do t'ju tregoj tani sa ka qenë çmimi këtyre. Atëherë, çmimi ka qenë 60 euro, ja ku thot këtu lart, 59,95. Do me thënë në fillim fare, 60 euro. Pastaj, ka shku 40, 39,95. Ja ku është këtu. Në fakt e kam këtu kamerë nga para tani, sepse nuk e di pse nuk po pëlqejnë pjesa buzëve nga kamera tjetër. Se nuk kam gjetë ashtu të shkoj t'i laj për të duk bukur tani në kamerë. Edhe, tu kishte një kod, edhe na thanë që këto, nëse merrni 2 palë me një kupon tatimor, atëherë bëhet plus 30%, edhe plus 30% e tjera, do me thënë nëse paguhet me një kupon tatimor. Edhe, çfarë bëm, në çizmet që mori Elsa dhe kpucët që moron për Fatmirin, i pagua me një kupon tatimor, do me thënë i pagova unë, për arsye, doja që t'i paguja unë, për arsye që duhet që t'kisha unë ajo që t'kisha apo viksit, pra kuponin, e doja unë, nëse Fatmirit nuk i bënin, do t'i ktheja, sepse Elsa ishte atje dhe i provoj, pëlqeu. Prandaj, kështu e lam edhe bëm, dhe na i ulëm plus 30%, do me thënë, këto kpucët, nga 39,95, po thuaj se 40 euro, nuk po e llogaris 5 letashën, 5 centin do me thënë, unë i mora 28 euro. 28 euro, nëse nuk gaboj një minutë. 27,97, me thënë 28 euro. Të dyja palët e kpucëve bën 93,92. Do me thënë të dyja ku është këtu. Edhe më pëlqyen shumë, kjo pjesa këtu, sepse Fatmirit i shkon kjo lloj prerje, kështu, i shkon, po kam frikë se mos i do 43-shi, për arsye sepse ai e ka këmbën e gjerë. Adriana i ka ngjërë nga këmbët. Edhe do shkojmë të vendosim pak lakrën e mbushur në furrë, ta bëjmë gati, sepse i kam bërë, i kam dhënë një ujë lakrës, më duket se lakrës kur e kalova pak zjerje, po të shikojmë kur të shkojmë, shpresoj që jo. Edhe këto do t'i provoj Fatmirit, shohim nëse i bëjnë i pëlqejnë. Nëse i ka të vogla, do t'i kthejmë patjetër. Shkojmë të bëjmë lakrën, të presim do me thënë, se pastaj mundet shkoj dhe vonë, derisa të piqet pak, po megjithëse ajo është gjysmë e përgatitur. Edhe po thuj se gjatë gjithë ditës se kemi kalu jashtë sot me Elsën, edhe nuk është se kemi filmuar shumë, sepse po dole, dihet që ora ikën fluturon. Edhe unë sot kam shumë punë me shumë robe që nuk mundem do t'i bëj video. Çfarë pune do thoni ju? Kam punë me robet sepse më duhet të laj, të vendos për të larë 4 lavatrice me radhë. Bam, çarçafët që hoqa mbrëm, vetëm një lavatrice që kam vendos që e kam nxjerr jashtë, tjetrën e kam akoma, është duke larë dhe duhet ta nxjerr. E kam dhe 2 të tjera, as 2 apo 3, nuk e di, sepse unë vendos shumë pak rroba. Tjetrën që kam jashtë më duhet ta mbledh, sepse mbrëm i kam nder. Edhe kështu që nuk e di, më duhet të laj balkonin, më duhet të vendos dritat e balkoni. Të vendosim dritat?
Jo, nuk do vendosim dritat. Jo, do vendosim lagën në furrë, do lajm balkonin, do vendosim dritat. Shpejt e shpejt. Si do t'i bëj, do me thënë, këto që kam bërë këtu, po më ka kaluar pak zjerja e lakrave, nuk duhet kaq. Edhe duhet, do me thënë, me duhet edhe pak më shumë lakër, por, shiko që bëra, pjesën tjetër që kisha të lakrave e preva, me gjithë ishte shumë e kollajt për ta prerë, e but fare, si salat dhe pastaj hodha një shtresë lakër, një shtresë kima, një shtresë lakër, një shtresë kima, pjesën tjetër, kurse këto tjera kështu. Këtu do të bëj edhe salcën pak me ujë të nxehtë, edhe me salcë dhe pak me, do me thënë, spejtëse të kuq. Tani shikoni pak ku jam ul, pra mlodha robet, një mas me robe që po presi për të palos, për të hekuros, dhe, por jo tani, do të çoj Adrianën në balet, Adriana e ka tani në mbrëmje, edhe më duhet ta mbyll videon dhe do të shihemi nesër në vlogmas 7. Edhe para se të çoj Adrianën, duhet laj mirë me xhelrat e mi fytyra se nuk po e duroj dot më. Por nuk isha kohë dhe miku dita shumë shpejt, domethënë, nuk e kuptoj kur erdhi nata. Nuk e kam kuptu, mund të kem nxjerrja 3 lavëtriçe me robe deri tani. Pavarësisht se nuk i kam filmuar. Natën.